Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma, është ky edicioni qendror i lajmeve këtu në televizionin Presheva. Në vazhdim ju njohim me zhvillimet më të reja të ditës. Deutsche Welle Akademi vizit ndërmarrjes informative publike Presheva, e gatshme për të ndihmuar media që ofrojnë hapësira për të rinj. Harmonizohen taksat komunale, rritje për 4% shënon vetëm taksa e firmave shtetërore. Zyra për të rinj në Preshev me aktivitete të ndryshme për festat e fundvitit. Edicionin e lajmeve po e filloj me ngjarjet dhe zhvillimet më të reja nga vendi. Deutsche Welle Akademi vizituan sot ndërmarrjen publike informative Presheva në Preshev, duke u njohur me hapësirat që posedon ky institucion dhe pajisje teknike me të cilat punon në realizim të programit. Klaus Dahman ka premtuar se do të ofrojnë ndihmë mediave të cilat ofrojnë hapësirat për të rinj, të cilat do të fillojnë së realizuarin nga vera vitit 2017. Ndërsa drejtori i Radio Televizionit Presheva, Shenur Jahiu, ka përshëndetur vizitën e përfaqësuesve të Deutsche Welle Akademis, ku patën rastin të shkëmbejnë përvojat mediale dhe të marrin mbështetje për shfrytëzim të fondeve nga organizata të huaja. Deutsche Welle Akademia fton media të reja për bashkëpunim në kuadër të projekteve 3 vjeçare me sloganin Media të reja, media për të rinj dhe me të rinjt. Drejtues të kësaj akademia vizituan sot ndërmarrjen publike informative Presheva në Preshev, duke u njohur me hapësirat që posedon ky institucion dhe me pajisje teknike me cilat punon në realizimin e programit. Klaus Dahman ka premtuar sot se Deutsche Welle Akademia në kuadër të këtij projekti do të ofrojnë ndihmë mediave, të cilët ofrojnë hapësira për të rinj e që do të fillojnë së realizuari nga vera e vitit 2017. Mi smo već prije 3-4 godine otprilike imali neke sitne projekte sa nekim medijima, mi smo ponekad isto imali novinare iz ovog regiona na našim seminarima koje smo radili u Beogradu, u Novom Sadu. Mi bismo jednostavno malo željeli proširiti naše aktivnosti koje smo za sada imali uglavnom više sa medijima na sjeveru Srbije, sve do regiona u Nišu, oko Niša, isto malo na ovaj dio, zato što nama se čini da je i ovim medijima na ovom području zaista i potrebna podrška kao i svim ostalim medijima u Srbiji koji su uglavnom u relativno nepovoljnoj situaciji kroz cijeli taj proces privatizacije, promjena medijskih zakona itd. Tako da ja sam optimističan da ćemo isto tu surađivati i ojačati naše kontakte sa medijima na ovom području. Drejtori i Radio Televizionit Presheva, Shenur Jahiu, ka përshëndetur vizitën e sotme të përfaqësuesve të Deutsche Welle Akademis, ku patën rastin të shkëmbejnë përvojat mediale dhe të marrin mbështetje për shfrytëzim të fondeve nga organizata të huaja. Ishte një takim me drejtorin e Akademisë Deutsche Welles për Evropën Juglindore, i cili, siç më informoi, vepron një kohë gjatë në tërë teritorin e Ballkanit. Kësaj here kanë shfaqur interesim që të kenë bashkëpunim konkret edhe me Radio Televizionin Presheva. Unë shpresoj, duke pasur parasysh rolin dhe ndikimin e Deutsche Welles në tregun mediatik, mund të them botror, se do të kemi ndihmes konkrete nga ana atyre, sepse kanë shfaqur atë interesim, si në aspektin e trajnimeve të ndryshme, në aspektin teknik, por edhe më premtoi drejtori se do të shfrytëzojnë ndikimin dhe autoritetin e tij që të kemi qasje në fondacione të ndryshme, sidomos në Gjermani, por edhe në shtetet tjera të BE-s. Në periudhën e ardhshme 3 vjeçare, Deutsche Welle Akademia do të fokusojë aktivitetet e saj në Serbi për përparimin dhe participimin e formateve të reja mediale, duke shpresuar se edhe Radio Televizioni Presheva do të jetë pjesë e këtyre proceseve avancuese mediale.
Kalojmë në informacionet të tjera. Deri më tani në Drejtoratin për caktimin dhe pagesën e të hyrave publike janë realizuar afro 90% e taksave me afro 11 milion dinar. Për vitin 2017, taksat janë harmonizuar dhe nuk do të ketë ndryshime të mëdha përveç firmarinave shtetërore që do të paguajnë për rreth 4% më shumë. Taksat për vitin 2017 nuk do të kenë dallime me ato të vitit 2016. Sipas kryeshefit e Drejtoratit për caktimin dhe pagesën e të hyrave publike, Rushdi Onuzi, taksat komunale janë harmonizuar, pasi në disa raste ka patur rritje e në disa ulje të tyre. Pasi jemi në përfundim të vitit, si çdo vit edhe më parë, domethënë bëhet një rekapitulim i të hyrave të buxhetit, domethënë jemi edhe në ligje të përpunimit të buxhetit, kurse taksat janë pjesë përbërëse e buxhetit, domethënë bën pjesë në të hyrat e përditshme. Duke bërë një analizë krahasim me atë se sa janë realizuar nga vitin e kaluar, a janë të larta, a janë të ulta, mbarësisht se si janë realizuar ato, te disa taksa kemi shku në ngritje, dikon jo shumë më tepër se 4%, sepse këto janë shënimet statistikore të cilat e kemi marrë nga Instituti Statistikor i Republikan, kurse te disa tjera, për shembull, në kanë të larta, ato kemi shku i kemi ul, po shumica e taksave marrë parë përgjithësi kanë mbetur në nivelin e njëjtë. Ndërkaq për rreth 4% më shumë taks do të paguajnë firmarinat, e sidomos ato shtetërore, pasi ligji në nivel republikan ka specifikuar koeficienten e pagesës së taksës për vitin 2017. Pikërisht te këto te firmat kemi pas më tepër ndryshime. Arsyeja është shumë e qartë, domethënë këto kriterë për caktimin e firmarinës, kriteret, them atë janë të ri, është para së gjithash mallësia e veprimtarive ekonomike, në dy kemi të bëjmë me disa veprimtari specifike të cilat pavarësisht mallësisë e kanë, ato janë të obliguara me taksa brenda vitit, si dhe parimi i tretë është të hyrat. Duke bazuar në këto kritere, domethënë duke pas parasysh bazën e shërimeve të cilët i kemi, atëherë na e kemi respektuar këtë maksimumin, sidomos te firmat të cilat janë shtetërore, që veprojnë në territorin e komunës Preshevës, po përmend para së gjithash kemi veprimtarinë e elektrodistribucionit, mandej kemi veprimtarinë e postës dhe veprimtarinë të telekomunikuese, mandej kemi veprimtarinë e nisit përpunimin e naftës dhe shitjes së derivateve të naftës. Deri më tani në kuadër të këtij drejtorati janë realizuar afro 90% e të hyrave nga taksat lokale dhe vlera shkon mbi 10 milion dinar. Por sipas kryeshefit Qenuzi, deri në fund të vitit taksat pritet të realizohen 100%. Ndrojmë temën e informacioneve. Qyteti i Preshevës këtë vit në festat e fundvitit do të jetë ndryshe nga më parë. Aktivistë të zyrës për të rinj kanë organizuar aktivitete të ndryshme për ndërimin e motmoteve. Fillimisht ka filluar ndryshimi i qytetit me drita, më pastaj do të pasojnë aktivitete të ndryshme për fëmijë e të rinjët tanë. Ditë më parë, qyteti i Preshevës është dekoruar me ndryshim kushtuar festave të fundvitit, por jo e gjitha ka përfunduar këtu, sepse kjo është vetëm pjesa e parë e këtij aktiviteti, ka deklaruar kështu për Radio Televizionin Presheva Altin Boriqi, koordinatori i kësaj zyre. Sipas tij, ditëve në vazhdim do të ketë dhe aktivitetet e tjera sa i përket festave në fjalë, madje ftohen të gjithë të rinjët e komunës sonë. Pa dallim, komuniteti të jenë pjesë e këtij aktiviteti. Fillimisht kemi fillu me dekorimin e qytetit, gjë që ende nuk ka përfundu, është kryer vetëm 50% e punës. Pastaj me nxënësit e shkollave të mesme kemi fillu disa aktivitete nga data 20 deri me 3 janar. Fillimisht do t'i ftojmë gjithë komunitetet, rome, sërbe, edhe nxënësit e shkollave fillore dhe ata të qerdhës, ta festojnë bashkë me ne këtë fundvit. Kësaj radhe, do të kemi një resi për të rinjët tanë me një aktivitet kushtuar ndërimit të motmoteve që do t'jetë argëtues në qendër të qytetit. Aty do të vendosen tenda, ku disa lokale të qytetit ton do të ofrojnë pije të ndryshme dhe gjëra të tjera ushqimore. Ka theksuar veçtjerash zëvendës koordinatori i kësaj zyreje Leart Hajrullahu. Këtë vit shpresoj që festat e fundvitit do t'i shënojmë ndryshe. Fillimisht kemi iniciuar që t'i vendosim disa tenda të lokaleve të Preshevës në qendër të qytetit. Gjithashtu do të kemi aktivitet në kampin e Preshevës me fëmijët refugjat dhe në kampin e Bojanocit për 2 ditë.
Gjithashtu do shpërndajmë dhurata edhe për fëmijët e qytetit të Preshevës dhe fshatrave të rrethinës. Edafina Hyseni, nxënëse e shkollës së mesme në Preshev, e ka përshëndetur këtë aktivitet, duke u bashkangjitur me punën e saj vullnetare për t'i gëzuar grup moshat e ndryshme të fëmijëve me dhurata të ndryshme. Ne e dim se puna vullnetare është pak e konsumueshme në Preshev dhe nxënësit e shkollave gjimnazi kryesisht kanë nevojë që të miren me aktivitete edhe jashtë shkollës për të zhvilluar mendimet e tyre, por edhe për të njohur me njerëz të tjerë. Arsyeja pse unë kam vendosur me qenë aktiviste e Zyrës për të rinj është solidarizimi me fëmijët, por edhe me njerëzit e tjerë, edhe puna vullnetare gjithashtu. Aktivistët e Zyrës për të rinj së bashku me Zyrën për të rinj kanë me pas aktivitete shumë të ndryshme, disa aktivitete që nuk kanë qenë asnjëherë në Preshev, domethënë kanë me qenë për herë të parë aktivitete që kanë me u zhvillu. Kemi fillimisht me u marrë me fëmijët e qerdës, pastaj edhe të fillurës, por kanë me pas edhe aktivitete me nxënësit e shkollave të mesme. Aktiviteti në fjalë do të fillojë së realizuari nga data 20 nëntor deri më 3 janar të vitit vijus. Eci me informacionet të tjera, qeveria e Beogradit nuk i përmbush standardet evropiane për zgjidhjen e problemeve të pakicave në këtë shtet shumë etnik. Kështu shprehet deputeti i vetëm popullor shqiptar në parlamentin e Serbisë, Fatmir Hasani. Ai thot se nuk shqetësohet shumë me reagimet e deputetëve serb kundër nesh. Me rëndësi është që zëri ynë të dëgjohet në parlamentin serb, nga i cili dalin ligje jo të favorshme për shqiptarët dhe të tjerët, që trajtojnë si pakic, ndjehen etnik në shtetin ku jetojnë. Edicionin e lajmeve vazhdojmë me blokun e informacioneve nga rajoni. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, duke folur për kodin telefonik ndërkombëtar plus 383, ka thënë se ndarja e kodit telefonik ndërkombëtar e forcon sovranitetin dhe subjektivitetin e shtetit. Ai në rrjetin social Facebook ka shkruar se Kosova ka shënuar një rritje të madhe, duke bërë një hap të rëndësishëm në kompletimin e elementeve të shtetësisë. Ndarja e kodit telefonik ndërkombëtar e forcon sovranitetin dhe subjektivitetin e shtetit. Përfitimet ekonomike të Republikës së Kosovës do të jenë milionëshe, urime ka shkruar Mustafa. Zbatimi i ligjit të vejtingut ka qenë në fokus të takimeve që drejtori për Evropën jugore dhe qendrore në Departamentin Amerikan të Shtetit, Matthew Palmer, ka zhvilluar me krerët e politikës shqiptare. Fillimisht ai është takuar me kryeministrin Edi Rama, ku ky i fundit, me anë të një postimi në Facebook, thotë se ka marrë zotimin e Washingtonit se administrata e re do të këmbgul fort tek vejtingu. Më pas, Palmer është takuar me kreun e opozitës Lulzim Basha, ku kreu demokrat i ka shprehur shqetësimet lidhur me situatën e krimit, korrupsionit dhe drogës. Ndër të tjera, Basha shprehu mbështetjen për reformën në drejtësi, duke shtuar se Shqipëria ka nevojë për një drejtësi të pavarur dhe jo të kapur nga qeveria. Pas takimeve me liderët e lëvizjes Besa dhe të LR-PDSH-s Bilal Kasami dhe Zjadin Sela, kryeministri shqiptar Edi Rama do takohet edhe me liderin e BDI-s Ali Ahmeti për sjell telegrafi në Maqedoni. Bëhet i ditur se takimi i Ahmetit me Ramën do të realizohet sot, ndërkaq Ahmeti do të takojë edhe kryetarin shqiptar Bujar Nishani dhe kryeparlamentarin Ilir Meta. Takimi i Ahmetit me Ramën duhet të mbahej dje, por nga BDI-ja thanë se për shkak të angazhimeve në vend, Ahmeti nuk arriti të takohej dje. Të shohim se çfarë moti kanë parashikuar sinoptikët për ditën e nesërme. Jafa Champion, nga natyra ndërpreza. Parandarje si u rikujtojmë edhe njerë tema që ndoqët gjatë këtij edicionit të lajmeve. Deutsche Welle Akademi vizit ndërmarrjes informative publike Presheva, e gatshme për të ndihmuar media që ofrojnë hapësira për të rinj. Harmonizohen taksat komunale, rritje për 4% shënon vetëm taksa e firmave shtetërore. Zyra për të rinj në Preshev me aktivitete të ndryshme për festat e fundvitit. Të nderuar teleshikues, ishin këto gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Takohemi sërish në orën 22. Deri atëherë, mirëmbëjtje.
Thank you.